Kryemish zëvendës komandanti forcave të armatosura Artur Meçollari ka denoncuar her pas here atë që po ndodh me hetimin e dosjeve për baza detare në vend, për të mësuar më shumë se për çfarë bëhet fjalë. Dhe në lidhje me këto hetime, me mua në studio Orzoti Meçollari. Faleminderit që jeni këtu. Faleminderit për ftesën. Të gjitha bazat e forcës detare përveç Sazanit janë në hetim. Ju keni kërkuar vazhdimisht informacion në lidhje me këtë çështje. Çfarë keni mundur të mësoni deri në këtë momente? E vërtet është që hetimi ka 4 vjet, i ka kaluar 4 vjet dhe unë çdo vit bëj kërkesë për informacion, ku në 4 informacionet e fundit, përgjigjet e fundit, përgjigjet që më kanë ardhur, në 4 përgjigje duke përfshirë dhe të fundit, bëhet fjalë që hetimi vazhdon hetimi para prak. Pra jemi në një fazën e parë të hetimit. Ky hetim është regjistruar në mezin e prillit të vitit 2001, do të thotë i ka kaluar 4 vjet. Por në përgjigjen e fundit, SPAK-u më ka vonuar rreth 2 muaj e gjysmë kthimin e përgjigjes. Dhe në të njëjtën kohë thotë se po bëjmë disa hetime shtesë. Unë nuk e kuptoj se çfarë hetime shtesë po bën, sepse në fakt baza e Sarandës ka 2 vjet nën sekuestro preventive. Dhe në momentin që është vendosur nën sekuestro, janë dokumentuar të gjitha provat të cilat kanë të bëjnë me bazën e Sarandës të paktën. E kuptoj. Dhe provat janë të shkruara nga SPAK, të dorëzuara nga SPAK në gjykat, dhe gjykata e ka provuar që është cënuar siguria kombëtare, janë cënuar marrëdhëniet me NATO-n, është cënuar operacionaliteti dhe gatishmëria operacionale e forcës detare. Po SPAK çfarë argumente jep, sepse në bazë të kësaj që ju thoni zoti Meçollari që përgjigjja ka ardhur pas 2 muajsh edhe a ka thënë nëse ka tejkalim të afateve procedurale? Jo, në pyetjen e fundit, unë përveç pyetjeve të tjera i bëra edhe një pyetje, ishte pyetja e fundit nëse ka tejkalim të afateve procedurale të hetimit dhe nëse ka, cili ishte argumenti i SPAK-ut, kësaj përgjigje SPAK-u nuk i ka kthyer përgjigje. Që do të thotë që nuk ka asnjë argument për të kthyer përgjigje, sepse është e qartë që kanë kaluar afatet procedurale. Pra është e qartë që kanë kaluar afatet procedurale 4 vjet një hetim i cili nuk është aq i vështirë sa hetimet e tjera, siç mund të jenë inceneratorët apo sterilizimi, pasi dokumentacioni kemi të bëjmë me një hetim të karakterit administrativ të paktën, shumica e dokumentave janë administrative, dhe në këtë mënyrë unë nuk e kuptoj cila është arsyeja që SPAK vazhdon e mban çështjen e hetim në para prak. Kuptohet që kur është marrë masa e sigurisë për bazën e Sarandës, SPAK ka deklaruar dhe gjykata e ka pranuar që në lidhje me 2 kontratat, në njërin rast është cënuar dekreti presidentit, pra vendimi i Këshillit të Ministrave dhe gjithë procedura është në shkelje të dekretit presidentit për planin e vendosjes dhe prapjes forcave të armatosura, pra për kontratën që është lidhur me Marina Bej Sarandën, për kontratën që është lidhur me Marina Limion, është shprehur qartë që është shkelur në 1/6 i ligjit për koncesionet, po ashtu dorëzimi i bazës është shprehur qartë që është shkelur dekreti presidentit, dhe në këtë mënyrë, domethënë, pra provat janë që kemi të bëjmë me shkelje, por fakti që përse SPAK është duke vonuar mbylljen e hetimit apo vendosjen e personave përpara përgjegjësisë, kjo pastaj të lë të kuptosh që këtu ka diçka që nuk shkon, dhe për një fakt tjetër që në të gjitha hetimet që kryen SPAK-u, e i vetmi hetim apo vendim gjykate që kryeministri është shprehur që është një vendim skandaloz, është vetëm për bazën e sa pra nga gjitha hetimet që ka bërë SPAK-u, apo vendimet që ka dhënë GJKO-ja, vetëm për një hetim apo për një gjykim, kryeministri ka shprehur mosdakordsinë dhe e ka quajtur skandaloz që është vënia në sekuestro e bazës detare të Sarandës. Kush duhet të flasë në një rast të tillë, duke qenë se SPAK nuk është shprehur, nuk ka dhënë argumentet e tij? Cila palë e interesuar duhet të flasë? Çfarë duhet të ndodhë? Shkon, nuk ka kush të flasi, sepse unë jam kallëzues, unë e kam mbyllur fazën time të kallëzimit, jam pyetur 2-3 herë në SPAK, kam pasur dhe ballafaqim në SPAK me persona të cilat janë të dyshuar sot për kryerjen e veprës penale, por SPAK-u është organi i cili mbron interesin publik.
Dhe si tillë, ne kemi një sistem gjyqësor, shiko, duhet të kuptojmë, pavarësisht pozicionit ose opinionit pozitiv që ka SPAK, duhet të kuptojmë që si ata që kanë opinion pozitiv dhe ata që dyshojnë, apo dhe ata që nuk kanë besim të SPAK-u, nuk kanë alternativ tjetër vetë se të dërgojnë çështjet apo të besojnë tek SPAK-u dhe sistemi i drejtësisë do të mbylli çështjen. Dhe SPAK-u është i vetmi organ i cili mbron interesin publik në rastin konkret përpara një gjykate. Si tillë SPAK-u duhet të përgjigjet ose duhet të jetë më i përgjegjshëm në lidhje me hetimin e një çështje e cila në fakt ka interes të lartë publik, pasi nuk bëhet fjalë për korrupsion të mirëfillt, por bëhet fjalë për korrupsion i cili ka cënuar sigurinë kombëtare, ka cënuar operacionalitetin e forcës letare dhe marrëdhëniet me NATO. Si e tillë, përgjegjshmëria që SPAK-u duhet të ketë në një rast të tillë duhet të jetë më e madhe. Këtu pastaj vjen dhe pyetja, a ka lidhje vonesat që bën SPAK-u në afatet procedurale me deklaratat e kryeministrit i cili deklaron që këto janë vendime skandaloze? Kjo është një pyetje të cilën SPAK-u duhet të japi përgjigje. Duhet të deklarojë, është indikuar në deklaratat e kryeministrit apo jo. Natyrisht, deklarata ata bëjnë çdo ditë, që ne nuk kemi të influencuar nga politika, por rasti konkret të ngërë dyshime të arsyeshme. Mos ndoshta kjo zvaritje e justifikon këtë që ju po thoni? Të ngërë dyshime të arsyeshme që SPAK-u është indikuar nga deklaratat e kryeministrit në lidhje me çështjen. Çfarë prisni realisht të ndodhë me këto dosje të SPAK dhe nëse mbeten pa rezultat? Mendoni të ndërmerrni hapa të tjerë? Shiko, e para njerë që ta deklaroj, ta dëgjoj dhe SPAK-u. SPAK-u nuk ka çaj bën. Vetëm një gjë mund t'i bëj. Të shtyj afatet procedurale. Nuk e mbyll dot çështjen. SPAK-u dhe SPAK-u vetë nuk e mbyll dot çështjen. Çështja ka vetëm dy rrugë. Do të merret me masa sigurie apo do të shkojë direkt në gjykat. Pra, provat në dosje janë të plota dhe vetë SPAK-u nuk ka çau bën provave. Çështja nuk e mbyll dot SPAK-u. Kur thoni masa sigurie, çfarë nën kuptoni me këtë? Shiko, në praktikën e deri tanishme ka pasur dhe arrestime. Apo vendosja në masë sigurie në arrest shtëpie, apo kontrole individuale. Pra ka pasur disa masa sigurie të cilën të fakt janë objekt ose bëhen me kërkesë në parlament. Por, nga çfarë po kuptojmë, duke pasur parasysh dhe prononcimin e ministrit të drejtësisë përpara 2 ditësh në lidhje me SPAK-un i cili kërkon lehtësimin e masave sigurisë, unë dyshoj që edhe nëse SPAK bën kërkesë për masa sigurie në parlament, parlamenti me 83 deputet me një fuqi kaq të madhe nuk e besoj se do t'ja miratoj. Por, gjithsesi, kjo nuk është rruga e vetme. SPAK mund të mbylli dosjen dhe mund ta çojë në gjykat dhe gjykata vazhdon gjykimin edhe pse nuk ka masa sigurie. Pra, nuk është masa e sigurisë ajo e cila e zauron problemin. Çështja në fund do ta zgjidhë gjykata. Dhe SPAK-u nuk ka pse të influencohet nga deklaratat e kryeministrit apo nga mungesa e vullnetit të parlamentit për miratimin e masave të sigurisë. SPAK-u shumë i mbyll çështjen dhe e çon në gjykat dhe gjykata vazhdojnë gjykimin në situatë të zakonshme. Si ushtarak që jeni, por edhe si njohës i ligjit përkatës, cili është skandali më i madh sipas jush me këto që ka ndodhur dhe ku po shkojnë, po themi, përgjegjësitë penale? Shiko, përgjegjësitë penale, këtu kemi të bëjmë me disa vepra penale që fillon nga shpërdorimi i detyrës, korrupsion, falsifikimi i dokumentacionit, ka dhe falsifikim të dokumentacionit, por çështja është që në këtë histori janë të përfshirë nga presidenti i Republikës, ish ministri i Mbrojtjes, ministri aktuale e infrastrukturës, 2-3 shefa shtabit përgjithshëm, ish shefa shtabit përgjithshëm, komandant, general, ushtarak, pra ka shumë të paktën përpara 2 vjetësh, SPAK-u ka sekuestruar mbi 20 celular vetëm për këto 2 hetime, që do të thotë personat e përfshirë janë një numër shumë i madh që shkon mbi 20 dhe që natyrisht është një çështje jo e lehtë, unë e kuptoj sepse
por në fundit SPAK-u nuk ka pse të influencohet nga jehona apo nga që mund të ketë çështja. Ai SPAK-u, si një avokat i interesit publik, duhet të mbrojë vetëm interesin publik, pavarësisht se kush cënohet. Unë po marr vetëm një rast të thjeshtë. Përpara 2 vjetësh, që është në një nga çështjet, ndosë 108, përpara 2 vjetësh, pikërisht këtu në MCN u deklarua çështja e zaptimit e një prone për 5.2 hektar në Porto Romano, nga kompania MBM, e cila ka si shumicë aksiones, ka Strati Group. Ka 2 vjetë që është regjistruar kryesisht hetimi penal nga SPAK dhe nuk ka asnjë veprim të kryer. Në fakt, zaptimi është bërë pa asnjë fije letër. Sot që flasim, një plake në nart, e cila ndërtonte një kolibe qeni në pronën e saj, u arrestua, u hetua dhe ka mbaruar dhe gjykimi. Kurse, një kompani e cila ka zaptuar 5.2 hektar, ka shkatëruar dynjan, godina, çdo gjë, ka shkatëruar një monument. Monumente historike keni thënë. Monumente historik, një ka shkatëruar, ka dëmtuar rënd një mur antik 2500 vjeçar. Akoma nuk ka përfunduar hetimi kur nuk ka asnjë fije letër. Pra SPAK-u është në provë. Ka influencë politike apo nuk ka? Kush duhet mande përgjegjësi për këtë që ju sapo po thoni? Këtë e ka gjithë hierarkia, nga Ministri i Mbrojtjes, shefi shtabit përgjithshëm, komandanti i forcës zyrtare. Pse? Sepse legjislacioni për policinë ushtarake lejon kthimin e pronës si një akt administrativ, jo si një akt të procedurës penale. Dhe pastaj bëhet kallëzimi penal. Ministri i Mbrojtjes, shtabi i përgjithshëm dhe forcat zyrtare thonë, ne kemi bërë kallëzimin penal dhe si e tillë nuk veprojmë për lirimin e pronës, e cila në fakt është në shkeljet ligjit. Prona lirohet, pastaj bëhet ndjekje penale. Kjo është një praktike e konsoliduar dhe unë e kam aplikuar ku kam qenë në drejtim 3 deri në 4 herë, duke përfshirë Sarandën, Porto Romanon apo dhe në Vlorë. Kanë ardhur, kanë zënë prona të vogla, i kemi liruar me policinë ushtarake dhe pastaj janë bërë kallëzimet penale sipas ligjit në fuqi. Ju kuptoj. Pra, jemi në kushtet që e gjithë shteti është i përfshirë në këtë, në historinë e pronave të forcës zyrtare. Kur ma kam parasysh qeveria, e gjithë qeveria është e përfshirë me institucionet e saj të zbatimit ligjit, por në këtë histori nuk duhet përfshihet SPAK-u. SPAK-u duhet të mbajë qëndrim të qartë. Është influencuar apo jo nga politika në çështjen e bazave detare të forcës zyrtare. Zoti Meçollari, muajt e fundit, Ministria e Mbrojtjes ka nënshkruar disa kontrata të rëndësishme sa i takon rjetëzimit të prodhimit të mjeteve, po themi, për mbrojtjen. Si shikoni këto veprime? Kontrata të rëndësishme të nënshkruara me Britaninë apo me Francën dhe shtetet tjera? Janë kontrata në fazën fillestare, është ende shpejt. Është ende shpejt sepse në fakt... Po themi shpejt në ç'kuptime keni thënë? Ato duan kohën e tyre. E para duan besueshmërinë. Unë mund t'ju them që kontratat të tilla Ministria e Mbrojtjes ka pasur dhe me kompani të tjera, Damen Shipyard, po marr për në Pashaliman janë prodhuar 3 anije dhe e ka sorollatur 11 vjet për të lidhur kontratën, e thëriste, e largonte, e merte, pra 11 vjet e ka sorollatur pikërisht Ministria e Mbrojtjes, e kësaj e qeverisë Rama, dhe në fund fare e largoi. Pse? Sepse në fakt këto janë kontrata në fazën fillestare. Kur të vinë element detajet e kontratës, kuptohet që një qeveri e korruptuar, kuptohet do ta ketë të vështirë, sidomos me kompanitë të cilat kanë integritet në biznesin e tyre. Shumë kompani kanë integritet në biznes. Dhe si e tillë, kompanitë të tilla, pavarësisht se nënshkruan kontrata fillestare, ka raste që largohen për shkak sepse nuk gjejnë një mjedis të pranueshëm të bërit biznes. E kuptoj. Faleminderit që ishit me ne, zoti Meçollari.